Kombëtarja e Kosovës do të përballet me Turqinë në ndeshjen e fundit të play-offit të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026. Përpara kësaj ndeshje vendimtare, sulmuesi i Kosovës Vedat Muriqi dha një intervistë ekskluzive për media turke. Sulmuesi i Kosovës ka dhënë intervistë për HT Sport me deklarata të gjata dhe plot emocion pas fitores dramatike ndaj Slovakisë, duke theksuar karakterin dhe shpirtin luftarak të ekipit. Muriqi vuri në pas se pavarësisht se dardanët ishin dy herë në disavantazh, skuadra nuk u dorëzua në asnjë moment, duke dëshmuar forcën e një grupi të ri që po rritet me shpejtësi dhe po fiton besim përmes lojës ekipore. Në të njëjtën kohë, Muriqi foli edhe për përballjen e ardhshme ndaj Turqisë, një kundërshtar që për të ka një domethënie të veçantë personale, duke kujtuar vitet e tij në futbollin turk. Ai pranoi se kjo ndeshje do të jetë e mbushur me emocione, por edhe shumë e vështirë në aspektin sportiv, teksa e cilësoi Turqinë si favorite, pa e fshehur megjithse besimin se Kosova mund të bëjë surprizën përmes lojës së saj kolektive. Slovakia ishte një ekip shumë i organizuar, ata nuk kishin pësuar gol në 4 ndeshjet e fundit para nesh. Një nga armët tona më të forta ishte aftësia jonë për të luajtur futboll të mirë ekipor. Edhe pasi ishim duke humbur 1-0, nuk u dorëzuam kurrë. Jemi një ekip shumë i ri dhe luftojmë fort, kemi lojtarë të rinj dhe të rëndësishëm, ka thënë fillimisht Muriqi për HT Sport. Shorti kundër Turqisë më ngjall ndjenja të përzierë personalisht. Gjatë karrierës time futbollistike u bëra Vedat në Turqi. 8 vjet sigurisht. Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Fenerbahçe. Këto klube më bën Vedat. Për familjen time, Turqia zë një vend shumë të veçantë, po përjetoj emocione komplekse. Kam pasur nderin të luaj kundër disa prej këtyre lojtarëve, si kundërshtar dhe madje në të njëjtën skuadër me disa prej tyre. Pra, po përjetoj vërtet ndjenjë të mrekullueshme dhe interesante. Por duke pasur parasysh që Turqia nuk është kualifikuar për Kupën e Botës për 24 vjet, mendoj se do të jetë një ndeshje shumë e vështirë dhe konkurruese. Padyshim, Turqia është favorite. Avantazhi ynë është se do të luajmë në shtëpi. Kemi Kenanin, kemi Ardën. Këta janë asete të mëdha për futbollin turk, për futbollin europian dhe për futbollin botror. Duam të bëjmë më të mirën tonë, të bëjmë atë që dimë më mirë, të luajmë futboll ekipor dhe të arrijmë qëllimet tona. Që nga dita e parë që u largova nga Turqia, tifozët turq më kanë mbështetur gjithmonë. Tani është shumë e natyrshme që do të përballemi me Turqinë. Thën Troç, ne jemi rival. Pra, për një ndeshje jemi rival për 90 minuta ose 120 minuta. Kam respekt të madh për Turqinë. U rrita atje si futbollist. Fillova të fitoja jetesën atje. Sigurisht, ka një anë emocionale dhe unë flas turqisht si një folës amtar. Do të japim gjithçka që mundemi për ta bërë ëndrrën në realitet, transmeton Telegrafi. Përveç Kenanit dhe Ardës, Ismaili, Yüksek lufton mirë kur i jepet mundësia të luajë. Barish Alper është në formë të shkëlqyer. Jonuzi bën një punë të shkëlqyer kur hyn në fushë. Sido që ta shikosh, nuk ka askënd për të cilin mund të thuash, do të ishte më mirë nëse ky lojtar nuk do të luante. Nëse Akani nuk luan, Orkuni do të vijë. Orkuni është gjithashtu në formë të shkëlqyer. Nëse Keremi nuk luan, Jonuzi do të vijë. Talenti, cilësia, teknika, taktika e tjerë, të gjithë e dinë këtë. Turqia është një ekip kombëtar mbi ne, përfundoi sulmuesi i Kosovës. Ndryshe, dardanët e presin Turqinë në stadiumin Fadil Vogri në Prishtinë të martën e 31 marsit, me fillim nga ora 20:45 dhe fituesi i kësaj ndeshje kualifikohet në Kupën e Botës në SBA, Kanada dhe Meksik.